Kjo është shtëpia që po ndërtohet përmes bamirësisë të fshatarëve për 3 fëmijë jetim në Bërticë të Shkodrës, por Bashkia Shkodër ka vendosur një xhop dhe ka dërguar për procedim në polici për ndërtim të paligjshëm. Një vit më parë, 3 fëmijë të mitur të moshës 8, 5 dhe 1 vjeç humbën babain e tyre pas një ataku kardiak që i ati posoi. Në kushtet vështira ekonomike, banorët të zonës dhe Këshilli i Xhamisë mblodhen disa fonde për ndërtimin e shtëpisë së re, në mënyrë që nëna me 3 të veçlit të saj të ketë një streh. Teksa shtëpia po ndërtohet, Bashkia Shkodër nisi procedimin dhe vendosjen e xhopës. Pas ndalimit të punimeve, banorët kërkojnë që Bashkia Shkodër të tërhiqet nga ky vendim i padrejtë ndaj familjes Ali Ahaj. Morëm një iniciativë bashkarisht me imamin Kry, me Këshillin e Xhamisë dhe me komplet fshatin. Morëm një iniciativë si ne t'ju ndërtojmë një shtëpi këtu në jetimave për hir të Zotit, që edhe këta ta gëzojnë jetën e tyre një lloj si moshatarët e tjerë. U mlollën lek për me ndërtu shtëpinë e këtyre jetimave. Sot morëm me vesh që bashkia, shtetja, nuk e dim për saksisht se kush ka vepru, kërkohet që kjo familje, kjo nan, një nan moshë të re me 3 jetimat procedohet edhe çohet, diskriminohet para shtetit ose para policisë ose para bashkisë, nuk e di se kush i ka këta aty. Vinet na procedojnë ne komplet si katon. Jo këtë nan me 3 jetima. Shteti, me që e din se ne po kena ba për bamirësi, shteti ta marrin për sipër, t'i nimojnë këta njerëz. Ne i bojmë thirrje kryetarit bashkisë, si me do këtë rast, në vedi, kja është çështje bamirësiet. Nuk ka çështje biznesit e njëna tjetër, si janë t'u ba pa fund. Ne i shumë që qura sina, në Shkodër e gjithka, t'u ba greta qela. Ati në kërkojmë me hek gjobën ose që kanë marrë procedurë të këtu. Edhe mas me i nalu punimet. Punimet për ndërtimin e këtu. Nëse është diçka, modeste ose diçka, na prepi që esëm lek edhe ja pagujmë. Se me procedurë këtë i bjen me qitë burg. Me qitë burg i bjen me lënë 3 jetima. Me lënë 3 jetima në rrugmalle për zotën nësë. S'pa marrëmendja si fshat, si mund të lejoj me më këtë gjë t'ilë. Sepse këtu nuk ka se ka marrë për sipër një firmë ndërtimit me e ndërtu. Çdo person që ka ardhur këtu, me kontribu ka kenë o gjys mjeshtrit, o mjeshtër, o punëtor ka thonë, sot du me shku me minimum me qilë të melet për i zatë Zotit. Vullnetar. Nuk ka marrë kërkush as punëtor, as mjeshtër s'ka marrë lek. Lidhur me këtë çështje ka reaguar edhe Bashkia Shkodër, ndërsa ka sqaruar se rasti i kësaj familje ka një specifik të veçantë, ka një karakter më tepër social se sa ligjor. Megjithatë, zbatimi i ligjit është i njëjtë dhe i barabartë për të gjithë qytetarët. Duke qenë gjithmonë pranë banorëve dhe me qëllimin për të mbështetur këtë familje në mënyrën më të përshtatshme, Bashkia Shkodër në bashkëpunim me institucionet e tjera ligjzbatuese po punon për të krijuar çdo lehtësi të mundshme procedurale për familjen Ali Ahaj.